Horoskopi mujor. Mars 2026. Ky muaj sjell një atmosferë të ngrohtë në marrëdhëniet tuaja sentimentale, ku do të ndiheni më të afërt me partnerin ose do të keni mundësi të frymëzoheni nga një takim i ri. Në punë, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të jeni të vendosur për të arritur qëllimet tuaja, por kujdes të mos nxitoheni në vendime të rëndësishme. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive, veçanërisht nëse jeni të hapur për ide të reja. Në aspektin shëndetësor, është koha për të përmirësuar rutinën tuaj të aktivitetit fizik dhe për të pasur kujdes ndaj stresit. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme, sidomos në javën e dytë të muajit. Miqtë dhe familja do të jenë mbështetje e fortë për ju, duke ju ndihmuar të merrni vendime më të mira. Në fund të muajit, një lajm i mirë mund t'ju jap motivim të ri për të ardhmen tuaj. Horoskopi mujor. Mars 2026. Ky muaj sjell një atmosferë të ngrohtë në marrëdhëniet tuaja sentimentale, ku do të ndiheni më të afërt me partnerin ose do të keni mundësi të frymëzoheni nga një takim i ri. Në punë, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të jeni të vendosur për të arritur qëllimet tuaja, por kujdes të mos nxitoheni në vendime të rëndësishme. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive, veçanërisht nëse jeni të hapur për ide të reja. Në aspektin shëndetësor, është koha për të përmirësuar rutinën tuaj të aktivitetit fizik dhe për të pasur kujdes ndaj stresit. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme, sidomos në javën e dytë të muajit. Miqtë dhe familja do të jenë mbështetje e fortë për ju, duke ju ndihmuar të merrni vendime më të mira. Në fund të muajit, një lajm i mirë mund t'ju jap motivim të ri për të ardhmen tuaj. Horoskopi mujor. Mars 2026. Muaji Mars sjell harmoni në jetën tuaj sentimentale, duke ju dhënë mundësi të rritni intimitetin dhe të shijoni momente të veçanta me partnerin. Nëse jeni beqar, një njohje e papritur mund të kthehet në diçka më serioze. Në punë, do të hasni sfida të reja që do të kërkojnë kreativitet dhe përkushtim, por do të shpërbleheni për përpjekjet tuaja. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin nervor, duke shmangur stresin e tepërt dhe duke gjetur kohë për relaksim. Financat do të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse merrni masa të mençura për menaxhimin e tyre. Një mik i vjetër mund t'ju kontaktojë dhe të sjellë lajme interesante. Në fund të muajit do të ndiheni më të balancuar dhe të kënaqur me arritjet tuaja. Horoskopi mujor. Mars 2026. Në marrëdhënie këtë muaj do të ndjeni nevojën për më shumë siguri dhe stabilitet, duke kërkuar që raportet me partnerin të jenë të qarta dhe të sinqerta. Nëse jeni beqar, mund të keni takime të këndshme që do t'ju japin shpresë për të ardhmen. Në aspektin profesional, do të jetë një kohë e favorshme për të finalizuar projekte të nisura më parë dhe për të fituar vlerësim nga eprorët. Shëndeti do të kërkojë vëmendje, veçanërisht në lidhje me ushqimin dhe aktivitetin fizik, ndaj mos e neglizhoni këtë pjesë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mund të shfaqen shpenzime të paparashikuara në mes të muajit. Një anëtar i familjes mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj, duke ju afruar më shumë. Fundi i muajit sjell më shumë qetësi dhe kënaqësi personale. Horoskopi mujor. Mars 2026. Ky muaj do të jetë i mbushur me energji pozitive në dashuri, duke ju dhënë mundësinë të shprehni ndjenjat tuaja dhe të afroni më shumë partnerin ose një person të ri që ju intereson. Në punë, do të keni ide të reja dhe do të ndiheni të frymëzuar për të ndërmarrë iniciativa që do të vlerësohen nga të tjerët. Është e rëndësishme të ruani balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale për të evituar lodhjen mendore. Shëndeti do të jetë i mirë nëse nuk e teproni me aktivitetet intensive dhe i kushtoni kujdes pushimit. Financat do të përmirësohen fal një mundësie të papritur përfitime ose rritje page. Miqtë do të jenë pranë jush dhe do të sjellin mbështetje e gëzim. Në fund të muajit do të ndiheni më të realizuar dhe të lumtur me progresin tuaj. Horoskopi mujor. Mars 2026. Marrëdhëniet sentimentale gjatë këtij muaji do të jenë të mbushura me romantizëm dhe mirëkuptim, duke ju afruar më shumë me partnerin ose duke krijuar lidhje të reja të qëndrueshme.
Në fushën e punës do të keni mundësi për të treguar vlerat tuaja dhe për të marrë përgjegjësi që sjellin avancim. Shëndeti kërkon kujdes, sidomos ndaj shqetësimeve të lehta fizike që mund të shfaqen nga lodhja ose stresi. Ruani një orar të rregullt dhe mos harroni pushimin cilësor. Financat do të jenë të qëndrueshme, por rekomandohet të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Një bashkëpunim i ri profesional mund të sjellë përfitime të papritura. Në fund të muajit do të ndjeni një ndjesi të fortë sigurie dhe kënaqësie në të gjitha aspektet e jetës suaj. Horoskopi mujor. Mars 2026. Ky muaj sjell transformime të rëndësishme në jetën tuaj sentimentale, ku mund të përjetoni emocione të thella dhe të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Nëse jeni në një lidhje, do të diskutohet për plane të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush me të cilin ndajnë vlera të përbashkëta. Në punë do të keni mundësi për të shfaqur aftësitë tuaja dhe për të marrë vlerësim nga kolegët ose e prorët. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin tretës dhe ruani balancën mes punës dhe pushimit. Financat do të kërkojnë më shumë vëmendje, pasi shpenzimet të papritura mund të shfaqen, ndaj është mirë të kurseni më shumë këtë muaj. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë freski dhe ide të reja. Në fund të muajit do të ndjeni një rritje të motivimit dhe besimit në vetvete. Horoskopi mujor. Mars 2026. Muaji Mars sjell një thellim të ndjenjave në jetën tuaj sentimentale, duke ju ndihmuar të zbuloni anë të reja të partnerit ose të krijoni lidhje të forta me dikë të ri. Në aspektin profesional do të keni mundësi të merrni iniciativa që do të ndryshojnë pozicionin tuaj në punë për mirë. Energjia juaj do të jetë e lartë, por është e rëndësishme të mos e teproni dhe të mos injoroni shenjat e lodhjes. Shëndeti do të kërkojë përkujdesje, sidomos në lidhje me gjumin dhe ushqimin e rregullt. Financat do të përmirësohen fal një fitimi të papritur ose një investimi të suksesshëm. Një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tuaj dhe të sjellë momente të këndshme. Horoskopi mujor. Mars 2026. Në dashuri, ky muaj do të sjellë qartësi dhe vendime të rëndësishme, sidomos nëse keni pasur dyshime ose paqartësi në marrëdhëniet tuaja. Partneri do të jetë më i hapur për komunikim dhe bashkëpunim, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të papritur që ndryshon rrjedhën e jetës. Në fushën e punës do të jeni të fokusuar dhe do të arrini të përmirësoni pozicionin tuaj nëpërmjet përkushtimit dhe disiplinës. Shëndeti do të jetë i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik dhe kujdesuni për balancën mendore. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të planifikoni investimet me kujdes. Një projekt i vjetër mund të rikthehet dhe të kërkojë vëmendjen tuaj. Në fund të muajit do të ndjeni një ndjenjë të fortë për mbushje dhe optimizmi për të ardhmen. Horoskopi mujor. Mars 2026. Gjatë këtij muaji do të keni mundësi të forconi marrëdhëniet ekzistuese sentimentale përmes dialogut të hapur dhe mirëkuptimit reciprok. Beqarët do të tërhiqen nga persona me të cilët ndajnë interesa të përbashkëta, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri. Në punë do të gjendeni përballë sfidave që do të kërkojnë durim dhe strategji të qarta, por do të arrini t'i menaxhoni me sukses. Kujdes shëndetin, veçanërisht për sa i përket sistemit imunitar dhe pushimit të mjaftueshëm. Financat do të jenë të stabilizuara, por shmangni investimet e rrezikshme këtë muaj. Një bashkëpunim i ri mund të hapë dyert të reja profesionale. Në fund të muajit do të ndjeni një përmirësim të ndjeshëm në jetën tuaj personale dhe profesionale. Horoskopi mujor. Mars 2026. Muaji Mars sjell risi në jetën tuaj dashurore, duke ju dhënë mundësi të takoni njerëz të rinj ose të rifreskoni marrëdhënien ekzistuese me plane të përbashkëta dhe ide kreative. Në punë do të ndiheni të motivuar për të ndjekur projekte të reja dhe do të keni mbështetjen e kolegëve për të realizuar objektivat tuaja. Shëndeti do të jetë i mirë nëse ruani një rutinë të qëndrueshme dhe i kushtoni kohë aktivitetit fizik. Financat do të përmirësohen, Horoskopi mujor. Mars 2026. Në marrëdhënie, ky muaj do të sjellë më shumë harmoni dhe mirëkuptim, duke ju afruar më shumë me partnerin ose duke hapur rrugë për një lidhje të re të qëndrueshme.
Beqarët do të kenë mundësi të takojnë ditë që i përmbush emocionalisht. Në punë do të ndjeni rritje të përgjegjësive, por do të përballeni me to me sukses fal disiplinës dhe aftësive tuaja. Shëndeti do të kërkojë vëmendje ndaj sistemit nervor dhe pushimit të mjaftueshëm, ndaj mos e teproni me angazhimet. Financat do të jenë të mira, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive dhe të planifikoni për të ardhmen. Një i afërm mund t'ju kërkojë ndihmë ose këshill, duke forcuar lidhjet familjare. Në fund të muajit do të ndiheni më të sigurt dhe të kënaqur me zhvillimet në jetën tuaj. Horoskopi mujor. Mars 2026. Ky muaj sjell transformime të rëndësishme në jetën tuaj sentimentale, ku mund të përjetoni emocione të thella dhe të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Nëse jeni në një lidhje, do të diskutohet për plane të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush me të cilin ndajnë vlera të përbashkëta. Në punë do të keni mundësi për të shfaqur aftësitë tuaja dhe për të marrë vlerësim nga kolegët ose e prorët. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për sistemin tretës dhe ruani balancën mes punës dhe pushimit. Financat do të kërkojnë më shumë vëmendje, pasi shpenzimet të papritura mund të shfaqen, ndaj është mirë të kurseni më shumë këtë muaj. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë freski dhe ide të reja. Në fund të muajit do të ndjeni një rritje të motivimit dhe besimit në vetvete. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.